Në Lezhë varrimet në varrezat publike nuk do kryen më si më parë, çdo procedurë tashmë do të kalojë përmes një leje zyrtare dhe pagesë tarife së përcaktuar pas miratimit të rregullore së re nga Këshilli Bashkiak. Vendimi synon të vendosë rregull në një sektor që prej vitesh ka pasur mungesë kontrolli. Sipas autoriteteve vendore, janë konstatuar raste abuzimi me ndarje në hapësira për varre, ndërsa mungesa e një sistemi të unifikuar ka krijuar paqartësi për qytetarët. Me rregulloren e re, njësitë administrative do të kenë rol kyç në dhënien e lejeve, ndërsa tarifat do të jenë të njëjta për të gjithë. Drejtori i Shërbimeve Publike në Bashkinë Lezhë, Jurgen Marku, thekson se qëllimi është disiplinimi i procesit dhe garantimi i mirëmbajtjes së varrezave. Ideja e këtij projekti është që asnjë varrosë mos bëhet pa leje të bashkisë, gjë që bën të mundur disiplinimin dhe kontrollin e plotë mbi varrezat. Procedura e varrimit, e cila lejohet vetëm në raste të veçanta të justifikuara dhe me vendim të Bashkisë Lezhë, procesi i cili do të ndiqet nga organet shtetërore të shëndetit publik. Mirëmbajtja e varrezave do bëhet nga Bashkia. Ndërsa përsa përket pjesës ndërtimeve të monumenteve funerare, ato do lejohen vetëm konform ligjit. Dhe gjithmonë dhe me autorizim nga strukturat e Bashkisë Lezhë. Për kryer këtë shërbim, secili familjarit të ndjerit do të bëjë pagesën sipas paketës fiskale, ku vlen theksohet që Bashkia ka menduar edhe për shtresat nevojë, të cilat kemi menduar përjashtimin nga kjo tarifë. Edhe kryebashkiaku Pierin Dreu e konsideron këtë ndërhyrje domosdoshme. Pavarësisht se ne do të bëjmë një identifikim, sidomos bëhet fjalë për varrezat e lagjeve të Tereza janë më problematike dhe më, dhe pikërisht ato kanë qenë edhe arsyeja pse jemi këtu. Ne do bëjmë një identifikim të gjërave dhe kur njëri e ka bërë varrin familjar para këtij projekt vendimi, ai duhet të identifikojë varrin me familjen e tij me nevojat që mund të ketë ai. Por nëse në atë varr shkon dikush tjetër me 4 milion lekë, sikur kanë stilin këta, se e ka bëu ai që do ta shesë dikujt, ai nuk do lejohet nga Bashkia. Dakor? Këtu do t'i ndajmë gjërat që ka diçka për të diskutuar. Nëse ai e ka varr, po se mendon se ka një njerëzmuar, një të vjetër që mendon që nesër do jetë në institucion të këtij kryefamiljare që e ka bën, okay. Po nëse ai do me përdorë atë, kjo nuk do të lejohet. Shitje, blerje, varrësh në toka publike nuk lejohet. Ndërkohë një tjetër zhvillim i rëndësishëm prit në javën e vijim, varrezat e reja në fshatin Mërqi janë det përfundimit dhe prit të hapen së shpejti, duke dhënë zgjidhje mungesa hapësirave për varrim, një problem që ka shqetësuar qytetin prej vitesh.